Angela është në një lidhje të drejtë për drejtë me mua për të denoncuar dyqanin e kafshëve Elif Pet Shop. Pasi ju keni publikuar videon, Angela, një sër denoncimesh kanë ardhur në redaksin ton, të cilat po i shqyrtojmë dhe do t'i publikojmë pak nga pak. Por dua të di rastin tuaj. Së pari faleminderit që zgjodhe të ndaje edhe me ndjekësit tanë këtë histori. Edhe çfarë ndodhi? Sa kohë kishe që e kishte marrë macën? Atëherë unë kisha vetë për pushimin në Shqipëri, se nuk jetoj në Shqipëri. Po? Do rria 10 ditë, kalova jashtë pet shopit, një herë tjetër që kisha vajt në Shqipëri, edhe thash që do vi të blej këtu një mace. Edhe kur vajta tani, kalova për jashtë dhe thash du të blej një mace, dhe zgjodha të macën e bardhë që më iku nga jeta. Atëherë, unë i thash parat me njerë, se thash mos ma marri dikush tjetër, por nuk e mora me vete. Ju thash, mbajeni deri me datë 15, unë me 16 u ktheja për Greqi, që mos sa torturoja në hotele të rritë vetëm edhe pa të nevojshme të veta. Okej, e mbajtën ato. Kur kam vajt, jo, më thanë në TikTok, se unë merrem me TikTokun, më thanë TikTok që mos kujdes sepse i japin të smura. Edhe në atë moment unë u futëm tek kritikat në Google, edhe vërtet i kritikat thoshin që ju kanë ngordhur mbas blerjes. Po. Edhe ju shkruajta mesazh që nuk mund t'ju fshi që më është shuar besimi dhe më ka kap frika që mos i ndodhi gjë macës time. Edhe më thanë jo sepse nuk janë të gjithë dashamirës, janë adresa falso. Më thanë këto fjalë, më qetësuan pak, thash t'ju besoj, por thash të ta merja macën në atë ditë, me datë qoftë se s'gaboj 11 prill, që ta çoja për analiza, gjaku. Kur e kam marrë me vete, më thanë doktorë që nuk është mirë të bësh analiza se është 2 muajsh, nuk do dure do ju ngelin dorë. Po. Edhe thash që ti besoj atyre dhe mos i bëj analizat. Me datë 15 e kam marrë. Të ndalemi pak, Angela. Ti kur e more bëre pagesën, pas sa kohësh more macën. A tu dha ty një faturë tatimore për këtë blerje që bëre? Jo. Jo. Më dhanë vetëm një letër që thotë që nuk mbajnë përgjegjësi për çfarë do që të ndodhi. Kaq. Që nuk mbajnë përgjegjësi? Edhe më vuan të firmos. Po. Domethënë, ndodh ç'a ndodh tek macja, e keni përgjegjësinë juve, edhe firmosa. Ato kanë bërë një reagim. Nuk ishte vaksinë. Nuk ishte çip, nuk ishte pasaport. Edhe më thanë që i sjellin nga Turqia. Si i sjellin nga Turqia pa këto? Si mund të udhëtoj me avion një macë pa çip, pa pasaport, pa vaksinë? Sepse isha entuziazmuar me macën, nuk i mendova qartë këtë gjërat. Kisha qejf që të merrja thjesht macën. Nuk i kisha menduar. Në fakt, raportimet që na kanë ardhur deri tani nuk i kemi verifikuar ende, por thuhet që kafshët që njerëzit kanë marrë në atë dyqan janë të sëmura. Po. Veterinerët edhe mua më është mbushur Instagrami me këto. Veterinerët e kanë vërtetuar këtë dhe kanë thënë që po, madje njëra nga rastet që do publikojmë është një vajze qenis, e cilës kishte filluar të mos kishte më qime. Do me thënë, ky nuk është rasti i parë, paktën nga këto që thonë qytetarët. A ka pasur një reagim zyrtar ose një komunikim pas kësaj ngjarje tëndin me dyqanin? Po, më kanë kërcënuar, më kanë shantazhuar edhe që kur të vinë afin do ta tregoj unë aty. Të kanë kërcënuar? Edhe kam të gjitha me voice edhe me mesazhe. Të kanë kërcënuar. Keni ndërmend ta ndiqni ligjërisht këtë çështje? Edhe të them që macën e mora me datë 15 në orën 8 darkës, edhe me datë 17 në orën 4 të mëngjesit ndroi jetë. Edhe ishte gjithkohë, domethënë nga moment që e mora nga dyqani, deri në moment që iku ishte me të vjella. Edhe moment që thash po e çoj në veteriner, nuk arrita ta çoj në veteriner se më ndroi jetë. Janë domethënë shumë keq, mua mesazhet që mbas kësaj interviste e para njëherë për shkeljen ligjore që kafshët nuk trajtohen,
jepet malli, ta themi, pa faturë, edhe deri tani nga verifikimet që kemi bërë me këtë emër, nuk ka një biznes të regjistruar, ndoshta është me regjistrim me person fizik, por që me Elif Pet Shop deri më tani nuk ka biznes të regjistruar. Dhe duam shumë që mbas kësaj interviste të bëhet publike kjo intervistë, të merret masat ligjore ndaj këtij biznesi. Dhe pastaj do vijoni dhe ju me pjesën tuaj të kërcënimeve që keni marrë, ta ndiqni ligjërisht çështjen. Edhe një thirrje të fundit dhe një mesazh të fundit që ke për ndjekësit tanë, Angela. Që më mirë adoptoni se sa të blini një kafshë. Edhe diçka tjetër, po ta them kështu në lidhje të drejtë për drejtë, pasi është publikuar videoja juaj, na kanë ardhur një sër mesazhesh që duan të dhurojnë mace, kotele të vogla. E di sepse unë gjithmonë kam adoptuar dhe një herë që doja një british, ja çfarë fati kisha. Një herë që doja të blija një kafshë. Unë nëse do t'i dërgoj më vonë kontaktet e personave që kanë ofruar, janë disa që thonë na jepni kontaktin e vajzës që t'i dhurojmë neve mace, sepse do lindi kotele macja tani, kështu që Shumë do t'i dërgoj. faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, jeni gjithë mirë. Shumë faleminderit.